Sipas një studimi të publikuar në gazetën The Telegraph, tërë sistemi imunitar i një personi mund të rinovohet duke agjëruar për të paktën 3 ditë gjatë agjërimit. Agjërimi shkakton trupit nisjen e prodhimit të qelizave të reja e të bardha të gjakut. Sipas studimit në fjalë, agjërimi për të paktën 3 ditë mund të rigjenerojë të gjithë sistemin imunitar, madje edhe tek të moshuar. Disa dietologë më parë kanë kritikuar dietat e agjërimit se mund të shkaktojnë dëmtime në shëndet, por sipas studimit të ri, thuhet se në trupin e uritur gjatë agjërimit fillon prodhimi i qelizave të reja të bardha të gjakut, të cilat luftojnë infeksionet. Shkencëtarët në Universitetin e Kalifornisë Jugore thonë: zbulimi mund të jetë i dobishëm veçanërisht për njerëzit që vuajnë nga dëmtimi i sistemit imunitar, si pacientët me kancer në trajtimin me kimioterapi. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë të moshuarit të forcojnë sistemin imunitar, i cili bëhet më pak efektiv për shkak të moshës, duke e bërë të vështirë që të luftohen sëmundjet e zakonshme. Ulëmtuesit thonë se agjërimi shkakton rigjenerim, e cila bën të mundur që qelizat embrionale të krijojnë qeliza të reja të bardha të gjakut. Në thelb, këto qeliza janë rigjeneruese i gjithë sistemit imunitar. Kjo i jep okejin qelizave staminale për të shkuar përpara dhe për të filluar rindërtimin e të gjithë sistemit, tha profesor Longo i shkencave biologjike në Universitetin e Kalifornisë. Edhe një lajm i mirë është se trupi gjatë agjërimit i largon pjesët e sistemit që mund të jenë të dëmtuara apo të vjetra, pra pjesët jo efikase. Tani, në qoftë se ju do të filloni të agjëroni me një sistem të dëmtuar rënd nga kimioterapia ose për shkak të plakjes, ciklet e agjërimit mund të gjenerojnë një sistem të ri imunitar, thot Dr. Longo.